sa gjatë dita e gjykimit për besimtarët. Duke pas parasysh se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka tregu disa forma të shpërblimit për besimtarët, domethënë janë 7 kategoritë që do të jenë në hijen e arshit të Zotit, e shumë situata tjera, ka transmetime që besimtarët nuk do ta ndjejnë gjatësinë e ditës gjykimit, pra disa kategori të njerëzve. Besimtarët me një transmetim përmendet se do të ju duket ajo ditë sa mas i kindis deri në akşam, 2-3 orë, e me një transmetim tjetër sa 2 recate namaz që i falë besimtari normal, kur ti falë 2 recate namaz për shembull sunetin e akşamit ose sunetin e sabahit. Por edhe ata, domethënë kjo zgjat 50.000 vjet si ditë e dinit, mirë po edhe pse zgjat 50.000 vjet, kur ty Allahu t'jep mirësi ti e kalon shpejt. Është njëjtë sikurse kur shkon dikun mysafir ose rrin me dikan edhe rrin 3 orë, kur ta shes si 3 minuta ka shku. Kjo domethënë është si lloj shpërblimi për besimtar. Prandaj ajo është me punu, më përgatit për ditën e apo natën e varrit, për ditën e gjykimit edhe për urën e siratit. Tjerat çka i ka Allahu në përgjithësinë e vet, Zoti nuk e thën premtimin. Në veç rëndësishme është ajo që është në përgjithësinë tonë na me kry me faqe të bardhë.